Po i gjejnë të Kosovës e po i etiketojnë. Duaje tënden është mbi shkrimi që lëvizja vetëvendosje po vendos produkteve vendore. Fushatën e vetë, ky subjekt e vazhdojnë në qytetin e Ferizajt, ku zgjodhi Plus Marketin për aksionin e së mërkurës. Tregtia e lirë mund të zhvillohet ndërmjet dy vendeve të cilat tashmë kanë marrëdhënie të mira mes vete. Me një vend si Serbia, e cila nuk e njeh shtetin e Kosovës, dhe në anën tjetër tenton që të përfitojë sa më shumë nga qytetari i Kosovës, nuk ishte dashur që asnjë qytetar i Kosovës blej produkte serbisë. E pronari i dyqanit që nuk mban asnjë produkt serb, thotë se nuk është fare vështirë të qëndrojnë në treg edhe pa to. Unë produktet serbe kom jek që 3 vite e gjys. Dhe tash nuk e kam asnjë problem, edhe konsumatorët e Plus Marketit shumë mirë e kanë prit. Besoj se edhe gjithë qytetarët e komunës Ferizajt. Por ai shikojnë konsumatorët nëse gjërat që blejnë janë nga Serbia apo jo. Ka njerë për marrë një që shpojnë për gut, ka njerë pikëshyrmi, ka njerë s'pikëshyrmi edhe veç për marrëmi. Fushatën duaje tënden, lëvizja vetëvendosje do ta mbajë në të gjitha qytetet e Kosovës.